Dhe këtë që pam sot, do ta shikoni nga shtatori dhe tutje. Dhe këtu bashkojmë atë që tha Shkullaku pak më parë. Dhe media nuk do fokusohet te kush është problemi, kush e kontrollon lojën në parlament, po do merret me këta thotë që bërtasin dhe prishin seancën, nuk merret me thelbin, po merret me... Po të diskutojnë dhe ty që e thua. Pra ti je për një parlament anarkik, që mos funksionojnë rregullat e dialogu, pa shkohet në Evropë kështu. Se po atyre u kanë bërë me nën, me baba, me të gjitha, i thotë se duhet bërtasin ta. Deputeti Balla sot përgjigjej si deputeti 2021-shit, në shtator do ta kesh deputet 2025-s. Se do të shikosh, do kesh Tërmetin atje. Iku koha kur Tepelini përfaqësonte profesore Temruka, imagjino. Tani ka ardhur profesor doktor Tërmet Peçi. E kupton tani ku jemi? Iku koha kur Fierin e përfaqësonin të paktën ata që shikonim ne, që ishin socialist, 24 karat, ishin profesor, inxhinier. Tani ka ardhur Zengjinea. Ky duhet parlamenti në shtator. Ku ishte lideri sot? Lideri sot ishte në Gjermani, merret me halle globale. Këtu ja ka lënë këtyre. Dhe tani ne do merrem me këto. Po bëj vetëm një kronologji të thjeshtë. Në 2013, ti mban mend si hyrje? I kishte vet personazhet që vinin nga backgroundi kriminal dhe u shpik dekriminalizimi. Po ai e bëri që ti largonte se ju kthyen barra atij ata. Deputetët e opozitës hanin ai shpullën për korridore, pa ata ju bën barra atij, se po e kërstonin atë vet. Shpiku dekriminalizimin i largoi. Në 2017, si e mori? Me Ashashën e 2016-s. E mbyti e bëri det, mbasi doli era Ashashe, qa bëri? E qoj ministrin, ja faturoi atij, ky e pati, tha, qa drejtor aty, e mbylli, erdhi 2021-shi. Po 2020-ën, qa bëri? Ai shpiku OFL-n e famshme, operacioni Forca Ligjit, që u çoi një faturë te dera të gjithë këtyre të botës në ndeshme. Çfarë bën ata në 2021-shin? Ata i dhanë mandatin e tretë. Po dhe ç'a ndodhi? Çfarë u bën në 2021-shin? Ne e shohim sot tek dosjet që shkojnë në gjykatën e posaçme. Por nuk e ka mbaruar mandatin ai. Mandatin e tretë e ka konsumuar, me ata e mori. Atëherë erdhëm te mandati i katërt. Si e mori mandatin e katërt? Tani s'kish nevojë më profil. Tani përdori to strukturat e reja, task force-ën, e mbështetur nga ambasadorët kryesorë të vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët na dhanë garanci që nuk do preket vota se janë këta. Ata janë budallë burrë. Në fakt ata ishin certifikuesit e rezultatit. Ata dolën garant. Shiko, juve do ta hani këtë radhë dhe ne do jemi garantin që do ta hani dhe do bëni zë. Task force, kështu dhe nuk do bëni zë. Dhe ne e pam se çfarë ndodhi. Dhe tani jemi para faktit kryer. Ti sot mund të futesh në burg këtë do nga këta që nxjerrin intervistat. Por mandati nuk ja heq dot Edi Ramës. Pra ti mund t'i arrestosh 20 deputetë, do t'i çojë vetë thertorët, kam thënë. Thertoria tani ka hapur dyert, po mbrejnë thikat ata dhe anxharët, dhe ai do t'u çojë ç'a doni, gica, qengja, keca, ç'a doni juve çojë. Ç'a don ata? Prandaj i thash Shkullaku ta më parë, që nuk ja kapën. I dorëzoi vetë ai. Se po ta kishin kapur ai do ishte tronditur pak. Pa ai s'është tronditur fare, ai del më i fortë. Ti shkon i kap kryetarin e bashkisë në Peshkopia, i fiton me 2 fishën e votave. Ti shkon Kuksa, i shkon me 2 fishën e votave. Ti i vjen Tirana, i të shkon prap më thellë. Atëherë ç'a po ndodh? Ku jemi? Dhe në qoftë se për gjithë këtë gjë do faturohet gjithmonë, do vazhdojmë me se kush opozitë Rama ka pasur mota shumë lezetshme. Hap kutitë ose largo, e mbani mend ju. Fajin e Kasaliu, se kemi harruar, ne mbajmë mend se ç'a bënte. Pra në qoftë se sot dhe këtu bashkojmë prapë me atë që thot Shkullaku, ne do të merremi vetëm me atë poshtë që ka ngelur te cepi ringut dhe i bie dhe arbitrit ai grush kurse ka mendjen dhe nuk merrem me atë që është problemi më vërtet. Thash sot kryeministri shishën parlament, delegoi ata atje poshtë, vetë doli nga Gjermania, median e ka në kontroll, e shpërndante. Takoi thoshte aleatin dhe mikun e rëndësishëm të Berishës. Ç'a roli lonte? Sot ai duhet të ishte në kuvend dhe duhet i kthente përgjigje jo opozitës, po shqiptarëve për të gjitha këto prova dhe materiale që kanë dalë gjatë 3 javëve të fundit. Prandaj ne sot ndodhemi në këtë situatë. Por ai ka mbretërinë e tij, po patjetër, ne po them që ai sot ndodhet në situatë. Dhe ti po ti vesh kur të vi shtatori, do të shikosh, vëri mikrofonin çdo deputeti. Ka një element tjetër që më është shumë interesant, mos harroj. Shiko, i hodha i sy listës së deputetëve sot, të rinj, që ka ai. Pra ka larguar 45 deputet nga 74 që kishte. Ku mund të ndodhi kjo?
Dhe i ka hedhur si lecka, dhe u tha mbyllën edhe gojën, se mandatin e ka marrun, tha. Në rregull, mbyllën i gojën dhe mos kërkoni fare. As hapi kutisht se ja u ka marrë mandatin një tjetër. Nëse po rresuan 20 ju vjen radha ca. Po ku vjen radha, po vjen Pandi futet. Po vjen radha kështu të lodhën fare. Pra, të largosh 45 deputet. Unë nuk e di çka thot ai statuti i Partisë Socialiste, kam lexuar ndonjëherë. Por 45 deputet nga 74 dhe të mbash te lista e mbyllur. Njerëzit që janë subjektet e hetimeve të spakut, se ke ministrat aty brenda, dhe të dalësh më i fortë se që nuk e di më se ç'a ndodh më këtu. Se ç'a është duke ndodhur. Po dim se po ndodh se. Edhe në këtë histori, pra, kur ai ti të del vota diasporës, se këtë kanë pas çudi se mirë Shqipëria kuptoi që kanë punu ministrat që ta tanin më të votuarit. Kush ishte tjetër, kjo Elbasani, ky djali Orlando Rakipi për shkakun që doli në mandatin e kaluar më shumë vota. Këta të njëjtin rezultat që kanë marrë në Shqipëri kanë marrë në diasporë. Kjo si shpjegoj? E kanë marrë më thellë në diasporë. Dakor, pra po kanë marrë kush i njeh në diasporë. Se mirë tu i njohë se ministra. Po kush ai njeh fjala vjen Ervin Hoxhën në diasporë. Në Itali. Apo edhe neve po të nga të regosh me foto disa nga ta ministra nuk i njofin.